Në këtë hadith që transmeton Ibn Majah në Sunenin e tij, ndoshta Sheikh Albani thotë se hadithi është sahih, hadithi i Thaubanit radhiyallahu ta'ala anhu. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kështu: La a'lamanna aqwaman min ummati. Do t'i njoh dhe do t'i di persona të caktuar nga ummeti im ditën e gjykimit. Do të vinë ditën e gjykimit bi hasanatin amthali jibali tiham bida. Do të kenë vepra të mira të mëdha sa kodrat e mëdha, vepra të shumta. Fa yaj'aluha Allahu haba'an manthura. Dhe duke qenë këto vepra të mëdha apo sa kodrat të dukshme, të pastërta, të bardha, vepra të mira, thot pejgamberi sa në moment caktuar Allahu i bën hi dhe plohur. Kur ndjej këtë Thaubani, tha ja Rasulullah, sifhum lana. O i dërguari i Allahut, na fal për ta njerëz. Mos vallim na prej atyre nuk po e dim. Kështu tha Thaubani. Atë tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe diçka më trishtuese se e para atë. Tha pejgamberi sa, amma innahum ikhwanukum. Se për këtë atyre janë vëllezërit e juve, xhamati, bashkë nikoni atë. Wa min jildatikum, janë pelkurës juve, për juve, se janë edhe të Marsit, as Saturnit, t'juvqen, për mrena këto. O ya'khudhuna min al-layli kama ta'khudhun, edhe ata falen natën që shfalni ju ka herapta. Do në shikoj facilësimi. Apëton, si kurse ju, me juve jënë bashk, edhe natën falin këta, edhe në gjinojnë ditën. E pse kur defekt i ty në vëllapëton, pse këta s'kanë, pse këti e Jakub Allah vepa ty në apëton? Thot pejgamberi s.a.s. Lakinnahum mirë po problemi ty në është qëto apëton, vijimit është, qëto problemi ty në. Idha khalau bi maharimillahi intahakuha. Kur janë vetmu me haramet e Allahut i kanë shkel apëton. Si kanë marrë për Allahu xhallahu ala. Do mungjesa e turpit, apo ka bërë që ata në vetmi kur janë, apo pavarësisht çfarë vetmie. Ose është në vetmi në kuptimin moral, apo ose në kuptimin e besnikërisë, apo ka rujt senet muslimanëve para njerëzve, si u vetmu i ka ra pak më ndryshe, apo si u vetmu ka ditë çfarë kanalla me sill, ka ditë çfarë faqe me lyp, vetë kur e kon ata. Para muslimanë kur ka qenë këtë rregull kon, edhe namaz natë, edhe agjërim këtë në rregull kjo punë. Veç le pak vetë është çka bën ata. Që që vinë me vepra sa kodra ka thënë person, mirë po kur të vetmohen bi maharimillahi intahakuha. Kur vetmohen me haramet e Allahut azza xal, nuk din më unala. Andaj mos tarim këtë hadith, që është hadith me të vërtet s'po them trishtues, nga se pejgamberi s'ka na trishtu ne vapor, por është hadith vetëdijsues. Që roli i tij është të vetëdijson musliman deri në maksimum. Njerëz që bojnë kështu, ka thonë pejgamberi vin ti shaj ka bëu. Mirë po pa turp pe Allahut azza xal.